Nuk rri si fjali ajo. U përpoqa pa dashje, nuk rri. Po. Rri? Sepse rri në subkonshin tënd për çfarë, se mënyra se si trajtohet profesioni im ose aktori. Okej. Dhe kjo nuk është në fajin tënd, por është nga gjithë informacioni dhe keq përdorimi i kësaj fjale, të cilën atribut të cilin e marrin të gjithë. Ku mendojnë se aktorët janë të zotë të aktorojnë në jetë. Edhe unë gjithmonë kjo gjë më ka bërë nervoz. Jo tani më nuk më bën më nervoz. Më vjen shumë keq sepse aktori është krejt e kundërt të asaj që keq përdoret si koncept. Aktorët luftojnë shumë për me hy dhe me fshet vërtetën e tyre pas një roli, dhe është një proces i gjatë. Dhe gjithmonë e më tepër përpiqen të jenë të shëndetshëm. Dhe në jetën e përditshme aktorët mund të jenë konfuz, si qenie njerëzore, shumë të ndjeshëm, mund të kenë, konfuz, fjala konfuz mund të jetë. Por nuk arrin dot të aktorojnë në jetën e përditshme. Se çfarë kanë të fshehur. Po flas për ata aktorë që e kanë qasin në teatrin, me artin. Jo, nuk e kisha në atë sens apo ata. Po jo, ti më krijove një dritare për me thënë... Për thënë çfarë ka bezdis ty me tjerët. Për me thënë pse... Ema, nuk është këtu mundësia, të lutem si jam psikologu, që ti të ankohesh për marrëdhëniet. Unë e thash, pse? Di si e thash unë? Ti je një dritare, ku unë duhet të them që besoni që një aktor s'din me aktru mirë.